Gazetari amerikan Mark Caputo, që punon për agjencinë Axios, I ka bërë një pyetje Departamentit Amerikan të Shtetit nëse kreu I opozitës, një herësh kryetari I Partisë Demokratike të Shqipërisë, ish kryeministri Sali Berisha, mund të vizitojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo. Në një koment në rrjetin social X, ai thotë: "E pyeta Departamentin e Shtetit për statusin e vizës së Berishës dhe më thanë se ai mund të vijë në SBA", shkruan gazetari që publikon edhe përgjigjen e dash. Ne japim rregullisht përjashtime për të lehtësuar udhëtimin e individëve të caktuar në SBA në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Si e tillë, ne nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës së jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbahen peng nga vendimet të politizuara të epokës së Bidenit, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dërguar për gazetarin në fjalë. Caputo ka shpërndar edhe një shkrim të gazetës Wall Street Journal, ku ka dhënë një intervistë drejtuesi I fushatës së PD-s, Chris LaCivita. Ish kryeministri Sali Berisha dhe anëtarët e familjes së tij u shpallën non grata nga Departamenti Amerikan I Shtetit në 19 maj të vitit 2021. Lajmi u bë I ditur nga sekretari I Shtetit I asaj kohe, Antony Blinken. Sipas tij, Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive, të tilla si shpërdorimi I fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Vetë Berisha nuk I ka pranuar asnjëherë akuzat dhe madje ngriti edhe një padi ndaj Blinken në një gjykatë të Parisit. Për këtë vendim, Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe miliardierin George Soros. Në 12 vite pam rënimin e Shqipërisë, kur nuk heshta. Sot, çmimet janë më shtrenjta se në Europë. Pagat dhe pensionet nga më të larta që unë I lash u zhytën të fundit në rajon. Kur nuk do hesht për largimin e mbi 1 milion shqiptarëve, për shkollat pa nxënës, për djepin poshtë në shtëpitë tona dhe për coptimin e familjes, për shkatrimin e demokracisë nga Edi Rama. Një thirrje e fortë erdhi tek unë, vendosa të kthehet, jo si politikan, por si misionar, duke marrë përsipër çdo sakrificë. Unë rikthehem që të zhdukim varfrinë ekstreme në 100 ditë, për të rritur pagat dhe pensionet, për një mundësi të re, për biznesin, fermer, çdo qytetar në Shqipëri dhe diasporë, për të pastruar Shqipërinë nga krimi. Unë kam bërë një betim, për sa kohë Zoti të më jap forcë dhe frymë, do luftoj për vendin dhe kombin tim. Ftoj shqiptarë të ndalim të keqen. Ditën e diel të bashkohemi, të votojmë ndryshimin për të bërë Shqipërinë mallshtore.